Këtë gropën këtu nuk e zunë kur ishte tenderi për asfaltimin e gropave tjera në qytet, dhe bashkia që ka për detyrë kalon të përdit dhe nuk e shikoka. Dhe të 13 ata deputetët e PS-së Fier që kalojnë të përdit nuk e shikojnë. Dhe ata deputetët e tjerë të opozitës që nuk ekzistojnë, prap nuk e shikokan. Jemi vetëm 20 metra nga rotonda hyrëse e shehit në Fier dhe kam ardhur pikërisht sepse të paktën 3 qytetarë të ndryshëm në kohë të ndryshme kanë kërkuar të lutem shko bëj një denoncim për atë gropën që po na shkatërron makinat në hyrje të Fierit. Kjo gropa që po shkoni këtu është hapur nuk tjetë të paktën 4 muaj dhe në një periudhë kush ka kaluar këtu e mban mend që kjo vazhdimisht ka qenë burim mbushje me ujë, sepse ka pas një defekt në ujësjellësi, i cila riparoi por sërish duronte ujë dhe pasi kaluan disa muaj që mezi u zgjidh problemi i ujit, tani këtu ka ngelur si grop, ku gjithë secili që kalon me makinë, po të shikonin, mundohet që ta shmangi dhe bëhet burim aksidenti sepse shkon në kurse tjetër. Atëherë ne si qytetarë dhe si policë kemi ardhur këtu e kërkuar që t'ja nxjerrin në dukje kryetarit bashkisë. Ju lutem shumë i nderuar kryetar, merrni një lopat, çakull dhe asfalt dhe ejani riparojeni ju lutem sa më parë në interes të qytetarëve të Fierit.